Dëgjues të nderuar, mirë se takuam edhe një herë në episodin e radhës të podcastit tonë Fire Ngrid, podcast, sezona e 6. Në këtë episod e kemi një musafir të veçantë i cili vjen nga bota e fintechut në Kosovë, po jo vetëm. Është, me thonë, një njeri multidimensional i cili është ose pronar ose në borde të disa kompanive shumë të njohura, cilat kanë kriju produkte shumë të mëdha në Kosovë. Pra, po flasim për Gazmend Selmanin ose unë i them Gazi i Basit. Gaz, mirë se erdhe në podcast. Faleminderit shumë për ftesën. Po nisëm një herë me pyetjen që e bëj çdo musafiri me na kallëzu kush është Gazi, çish ka nis Gazi karrierën e tij të sipërmarrësit në Kosovë. Më ktheve një 20 e sa vjet mrapa, ndërmarrësinë e kam nis si rezultat i nevojës, por edhe i dëshirës. Edhe në një moment të caktuar kam marrë vendim me qenë ndërmarrës në atë kohë në industrinë e teknologjisë informative. Fillimisht me shitjen e pajisjeve hardwareike, kompjutera ka qenë atë kohë nevoja e madhe. Pajisje multifunksionale, më kujtove këtë terminologji. Fotokopje, servera, storage, pajisje rjete e tjera, dikur edhe me vazhdu me licencat të Microsoft e të vendorëve tjerë. Edhe ndër vite e pam nevojën që box moving nuk kish ajo që na përmbush neve. Edhe pam nevojën që duhet me sjell vlera në treg, me shtu vlera, edhe hinem te zhvillimi i softverit. Tash me dekada, po mbi një dekadë zhvillojmë softver, edhe ofrojmë shërbime të sigurisë kibernetike në PBC. Ndërkohë, fillu me diversifikimin e rrezikeve, diversifikimin e tyrave, kalum në edukim, kalum në financa, edhe në real estate si sektor, të cilin nuk është që i kemi zhvillu, edhe nuk është që merremi shumë me to, por fitimet që i kemi pas për burimeve tjera, në një anë kemi investu në disa vende strategjike, të cilave ju ka ardhur koha tash me i kapitalizu edhe po i shohim mundësitë më të mira në treg. Përndryshe me çka shquhemi, përmbushemi edhe jemi krenar, është teknologjia, financat edhe edukimi. E përmene PBC-n, edhe se kur nisëm me fol që dhe më kthejve në kohë dhe ti mund të i tregu produktet se edhe në karrierën e kom nisë si një që i thojnë anasi IT, më thonë kom me ndrejsh kompjutera, si në aspektin hardware-ek, software-ek, kur i përmene licencat e Microsoft-et, me gjeje një licencë për Windows, gjeje një licencë për Office, të një jo që ti printeri ndroja cartridge, një ndroja ato, një ndroja këto, kthejve shumë rapa dhe mu, se ikon ashta një 20 vjet, që do me thonë para 20 vjetë, më konë shkollë të mesme, në fillim shkollës mesme, kër e kom bo këtë punë. Shojnë të PBC-ja. Në edina PBC-ja, me thonë ashta softverat kryesor që i shohëm që përdorën në kuadrë të institucioneve tona, janë ndërtu me prej PBC-s. Njona për tynve edhe që feedback-un, do me thonë nuk ka njeri me cilin kom komuniku edhe kena pas ma vetë që nuk e ka lavduat software, është i Kosova. Po tash së me keni kriju edhe kuletën digitale për komunën e Prishtinës, a ka pas vështirësi në krijimin e tyne, qysh janë prit? Po, e-Kosova është një prej produkteve më të njohura me përdorim të gjanë në treg, nëse s'ga bëj i ka afër 1.100.000 shfrytzues në nivel vendi. Për mi 1 milion sigurt, se kam pas statistikat ditëve të fundit. Është një prej projekteve më komplekse në kuptim të implementimit, mirëmbajtjes dhe avancimit, sepse ndërlidhet me shumë sisteme tjera. Por është dukshëm më i vogël se sa një sistem që kishim dashur na me pa, edhe me pas edhe me implementu, por që është platformë që ndikohet prej sistemeve të palëve të treta. Për shembull, për me ofru një shërbim të administratës tatimore, duhet me prit administratën tatimore derisa të është gati me e integru sistemin e tyre me e-Kosova,
ose me sistemin e doganave, shpesh herë institucionet nuk kanë institucionet fundore që rrasin se sistemit fundore nuk kanë kontrata me kompanitë që i kanë implementuar ato sisteme, mandej duhet me i prit derisa të bëjnë kontratat e ta fillojnë mirëmbajtjen e avancimin e përshtatjen për platformën e Kosova. Ka njëherë ndodha me pas probleme teknike për shkakun që fluksi i kërkesave edhe nevojave në e-Kosova shumë i madh dhe kur na i çojmë kërkesat e sistemet fundore, ato sisteme nuk mundën me i përballu fluksin e kërkesave që i ka e-Kosova dhe ka njëherë vonohen në përgjigje ose kthejnë një njoftim që shërbimi për momentin nuk mundet me u ofru ose diçka ngjashme. Kështu që është sistem shumë kompleks, ka ndikim të jashtëzakonshëm në cilësinë e jetës së qytetarit, sepse përpara Do me thonë ka hala hapësirë që kjo mundet me u avancu. gjithsesi kryesisht problemi po është ata me thonë klientat fundor. Ndoshta tingëlloj subjektiv, po ekskluzivisht problemi është prej sistemeve fundore. Po. Shpesh herë sistemet e vjetra që nuk përballojnë fluks të madh të kërkesave, nuk kanë qenë të dizajnuar me kohë për këtë fluks të kërkesave. Edhe mandej paraqiten prezantohen në publik përmes e Kosovës si probleme, shpesh herë qytetarët mendojnë që problemi është e Kosovës, që në fakt nuk është, por që menaxhohet disi. Për shembull, shpesh herë ndodhet te projektet e Ministrisë së Arsimit për subvencionin të librave. Qindra mira njerëz aplikojnë në të njëjtën kohë, e mandej ato shënime na duhet me marr prej sistemeve të treta, e një sistem atje nëse nuk na jep informatën, nuk mundet me u procesu kërkesa. Kështu që janë të ndërlidhur edhe me thesarin e Kosovës, me sistemin bankar të Kosovës, se ka kompleksitete që përdoruesi i fundit nuk e njeh edhe nuk e din, por për neve është krenari sepse e kemi kriju prej zeros, from scratch, prej fillimit edhe e kemi sjell një platformë që ka user interface të mirë, pragmatik, edhe ju shërben qytetarëve lehtë në shumicën e nevojave që kanë. Aktualisht nëse gabojnë përmi 250 shërbime dhe që do të zgjerohen vazhdimisht. Produkt tjetër të cilin Po du me najtë edhe pak të i Kosova. E përmene problemin, do të thonë problemi kryesor me sistemet fundore. A ekziston një zgjidhje që mundet me ofru PBC-ja, këtë rast, që keqito me integru mrena i Kosovës. Mos me pas nevojë i Kosova me marrë dhona prej secilit sistem fundor, po në një farë forme me u centralizu me një vend keqito informata që tani, në me thonë këtë gjithçka me kon kuadrë saj sistemit të e Kosovës. Ose a e keni menu si PBC se nëse ata kanë probleme me sistemet e veta, do me thonë, jo përderisa keni kriju një sistem kaq kompleks si e Kosova, me u ofru zgjidhje për çfarë, me thonë, mundu më bëj çka, ku mundu më integru me një vend, mos me pas që se vonesa për Shiko, në kuptim të kapaciteteve të PBC-s, nuk ekziston nevojë softverike që PBC-ja nuk ka kapacitete me implementu edhe për tej nevojave edhe dëshirave që dikush duhet din me imagjinu. Përmbushe me të kriju zgjidhje teknologjike. Në kuptimin praktik, në rastin konkret, nuk është e lehtë për shkakun që pronësia e sistemeve e atyre sistemeve të institucioneve të treta është e institucioneve të treta. Po. Përveç kësaj, nuk është edhe e rekomandueshme me i centralizu sistemet për shumë arsye. Nuk është një zgjidhje që mundet me u implementu kësaj, por ka zgjidhje të ndërmjetme që pronësinë e sistemeve e mbajnë institucionet fundore, veç se duhet ato institucione me i avancu sistemet, po, me i sjell në nivelin që funksionon pa ndonjë telashe në e-Kosova. Megjithatë, se na shkojmë muhabetit të fol për telashet, kjo mund me kanë ndoshta 1 ose 2% me pas telashe, 98-99% funksionon pa kurrë problem, edhe ofron shërbimin e plot, mirë, por në ato raste kur ndodhet me pas problemi nuk është e e-Kosova, por problemi është e sistemet fundore. Më mendoj që një zgjidhje për këtë mund me konë edhe me u kry, do me thonë
çto sistemet e informata me konë në blockchain. Aty na e dim, Absolutisht. blockchain diçka që hen një herë ruhet edhe më nuk ka nevojë, domethënë ajo informata ka me konë aty gjithë. Ajo nuk ka me mujt me editu, ajo nuk ka me mujt me u fshi askush gjë. Edhe na kena pas fund me na beshohëm në nivel global blockchaini është duke u adoptu prej institucioneve, prej kompanive. E na të po në Amerikë për shembull në Ministria e Tregtisë, po Ministria e Tregtisë, dhoma e tregtisë në qeverinë amerikane e ka integru Chainlink-un për me mujt dhonat ekonomike në kohë reale me u bo update konstant edhe me u shfaq do të thonë njerëzve, popullsisë në kush aty në qenë të interesuar në Amerikë për to. Domethënë unë mendoj që një zgjidhje po hala domethënë e kena nashta edhe një 100 hapa, 100 telashe tjera derisa të mrinë atë një zgjidhje permanente që kishme konë ku gjithçka kishme qenë e vendosur në blockchain dhe nuk kishme pas nevojë mas dhonat me hi 100 herë në sistem, ajo hen një herë mundet mu tani hen një dhonë e re që është updateuar po është apo përgatitet është fat PPC-ja për çit aspekt. Po, gjithsesi. Është fat që Kosova në rrafshin e teknologjisë është mjaft e zhvilluar. Ju e dini që eksporti i shërbimeve në fushën e teknologjisë është jashtëzakonisht i madh në Kosovë. Unë edhe vetë prej atij sektori. Vjen prej atij sektorit. Edhe sistemet në Kosovë janë të sigurta, nëse i krahasoni me disa shtetet e rajonit para disa kohë që kanë pas sulme serioze kibernetike, të njëjtat sulme e kanë targetuar edhe Kosovën, mirë po Kosova ka dalë pa asnjë pasojë përkundër vendeve të rajonit që kanë pas pasoja kapitale. Kështu që në rrafshin e sigurisë, Kosova qëndron mirë në teknologji. Natyrisht që duhet vazhdimisht me investu edhe me mbrojt prej çfarëdo skenari të ri që ndodh, se s'do thotë që nëse pardje sulmet kanë dështu, nuk dështojnë nesër. Domethënë non-stop do të koni updateu në sistem, me upgradeu sistemin tonë për me qenë i mbrojtur prej keqbërëve. Na e dinë atë që kjo nuk vjen si inkompetencë e institucioneve publike ose kompanive që implementojnë projekte për institucione publike, por edhe prej teknologjive. Vjen teknologji e re, e cila nëse nuk e avancon teknologjinë tënde, gjithsesi që ka me pas mundësi për kesdashësit edhe për hakert, si s'njihen në industri. A ka me shku Kosova drejt blockchain? Absolutisht po. Koha kur varet prej shumë faktorëve dhe prioriteteve që i ka vendi edhe kapacitetet investive. E kena pas që dy prej partive që nga runë zgjedhjet e fundit nacionale e kanë përmenë edhe blockchain edhe krijimin e një disa i theshin një kriptovalute, disa i theshin një se tash varet apo do me kriju një kriptovaluta, e ta duash me kriju një stablecoin, se dallojnë të njëra me tjetrën. Po kjo një temë tjetër, po du tash më tregu se kuleta digjitale edhe u reklamu koxa shumë prit prej njerëzve apo përdoret njerëzve kuletën digjitale në Prishtinë. Jashtëzakonisht mirë, ndikojmë për 3 javë, rreth 3 javë, rreth 60.000 përdorues. Çfarë mundën me bën njerëzit përmes kuletës digjitale? Aktualisht e kanë biletën digjitale të integruar, për çka e marrin edhe një muaj gratis për komunën e Prishtinës. Përndryshe të gjitha shërbimet që komuna e Prishtinës i ofron me infrastrukturën institucionale të komunës së Prishtinës kanë me mujt me u kry pagesat përmes kuletës digjitale. Me dhënë taksat, mbeturinat, ndërmarrje publike banesore, termokosi, çfarë do pagesë. Transporti publik. Do të thonë kjo që ka ide shumë e mirë që mund edhe komuna tjera me implementu. Gjithsesi, por që mundet me implementu në nivel vendit, në nivel të shtetit mundet me implementu një payment gateway e kësaj natyre. Se gjithë do të më bëni testim ndikon, më nisë më këshirë shpëpritet, shpër suksesi saj. Pritja është e jashtëzakonshme, është për befasi. Të lashën implementim ose mas implementimit në përdërim? Jo, nuk ka mundësi me ndodhë të lashe. Ka mundësi me ndodhë use cases ose skenarët e cilët nuk jenë para pa në fillim, edhe nevoja i sjellë ato skenarët e reja,
që ekipet tona në PBC janë mjaft azile dhe kënaqën të implementuar cilën do skenar që vjen. Përndryshe, po e theksoj edhe një herë, rreth 60.000 përdorues për rreth 3 javë është një numër rekord që nuk kanë ndodhur. Unë besoj në trojet shqiptare që si fluksi i hapjes së llogarive dhe përfitimit të benefiteve që jep kuleta digjitale. Po më vjen shumë mirë që një kompani vendore mundet me kriju produkte made in Kosova, edhe me u implementu, edhe me u përdor, se me i Kosovën do me thonë u dëshmu që mundesh me kriju produkt që ka me pas përdorim të madh, përdorim masiv, se na e shohim edhe shtesat e fëmijëve, edhe Përmi dyqin e sa shërbime janë. Përmi, po, pagesat e gjobave në trafik, pagesat e qytyne që i përmenëm shërbimeve komunale, këtë për mundë më pagu, po tash me kalu të një, me thonë të një pyetje tjetër, se na gjithë përthojmë që Kosova ka potencial njerëzor, ka potencial infrastrukturor për me kriju, se na e dim që jena një prej eksportuesve më të mëdhenj të shërbimeve në ashta në Ballkan. Edhe me thonë në ashta mundë me u krahasu edhe me shumë vende edhe në Evropë, me eksportu shërbime edhe kena eksportu shërbime për kompanitë më të mëdha në botë. Shumë kompanitë ku komponuan kena eksportu shërbime për Vodafone në Anglisë, për AT&T, për Comcast, për Cisco, për Ericssonin, për shumë kompani ndryshme. So tash PBC-ja për dim, është kompani që krijon software. So po është e vështirë me gjetë zhvillues ose ju e keni edhe një akademi ose një shkollë me cilën i zhvilloni studentat ose për në software inxhinieri. Inxhinieri softverike. Apo ka brum, apo është a është për një me Kosova një qase veni ku ka shumë potencial njerëzor dhe kompanitë nuk e kanë problem me gjetë zhvillues të softverave për kompanitë e tyre, në këtë rast edhe PBC-ja, që i zhvillon vetë. Arsyeja pse na e kemi themelu PBC Academy, ose tash ju njihet me emrin tregtar British College of Sciences, ka qenë nevoja për me kriju kuadrë profesionale në tregun e punës. Krijojmë certifikimet ose diplomimet tona janë të njohura prej Autoritetit Kombëtar të Kualifikimit dhe prej Ministrisë së Arsimit. Krijojmë kuadra vazhdimisht, përkundër që shkolla ose edukimi, arsimimi vjen prej nesh, edhe matutje duhet edhe për rreth një vit me u specializu në teknologji me të cilat na punojmë, për shkakun që sillabusi për me qenë i pranuar dhe i kualifikuar prej Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve dhe me u njoft institucionalisht në Kosovë nuk i parasheh, jo visioni, por i kërkojt, nuk i parasheh teknologjitë praktike me të cilat na punojmë në industri. Ose i parashehen një masë të limitume, sepse koha edhe vëllimi i sillabusit e limiton thellësinë e nxënjes së dijes. Kemi shumë student që pas diplomimit i kemi punësu në PBC, edhe në IBAS, vazhdojmë me punësu edhe me i plasu në treg. Edukimi për neve nuk është biznes, po na përmbushemi kur krijojmë dije në tregun e punës, edhe kemi vazhdu asisoj me kriju profesionist në industrinë e IT-s, e pse jo edhe në industri tjera ma vonë. Për neve është kosto, e mira është që është kosto marginale, por kur dalin për dyrëve tona si inxhinier të softverit edhe punësohen në një prej kompanive tona ose në kompani tjera ose edhe eksportojnë shërbime në tregje ndërkombëtare, për neve është satisfaksioni më i madh që muj me pas në kretë ato defilime që i kemi. E përmenë në fillim, e ke nisë me një kompani të teknologjisë informative, tani edhe PBC apo zhvillim të softvereve, e dina i basin fushën e fintechut, e përmenë real estate-in. Krejt që to që kanë përbashkët, që dashnin për punë. Gazin me, do me thonë, me kon i zgjerum në se cilën për këtyne. Në kontekstin menaxherial diversifikimi, por në kontekstin përmbajtësor është dashnia për punën edhe për me kriju. Na
gjithë se cili prej nesh në kompani tona jenë kryus. Dikush më shumë, dikush më pak, dikush produkte që jenë më atraktive, dikush më pak që jenë atraktive, mirë po na krejt kryojmë diçka. Edhe dashnia për me kryu na ka nxit për me diversifikua edhe industrit. Për shembull, ajo që kemi bën në IBAS është jashtëzakonisht e rrallë. Me këto kemi kallëzu që përveç që di me prodhu zgjidhje teknologjike, di me qenë një institucion financiar i licencum edhe i mbikëqyrën prej autoriteteve regulatore në vend, këtë rast prej BCK-s, dhe jo vetëm si IBAS kemi mbërri me qenë pjesë e SEPA, paçka Kosova nuk është pjesë e SEPA ala, edhe kemi mbërri të gjitha standardet e sigurisë dhe standardet operacionale që i kërkon sistemi SEPA. Përrjedhoj klientëve tanë, kemi ofru mundësinë me pas IBAN britanez me qasjen e SEPA, që i mundëson transaksionet Kosovë, zonë ekonomike evropiane të realizohen brenda sekundave dhe me një kosto jashtëzakonisht të ulët, por edhe me disa pako që mundsojnë transfere pa asnjë tarif për realizimin e shërbimit. Mundesh me IBAS me qu ose me marë pare prej Gjermanisë, pa e pagu asnjë cent, as klienti i IBAS-in në Kosovë e as dërguesi i parave prej Gjermanisë. Kështu që këto i kemi bo falë përkushtimit të ekipeve tona edhe dashnisë për me sjell vlera dhe produkte në treg. Na si PBC ose si IBAS nuk kemi nga mas plasimit të shërbimeve tona në tregjet ndërkombëtare ose eksportit të shërbimeve, na jemi fokusuar në krijimin e produkteve. Nuk është e lehtë me prodhu produkte, edhe me prodhu produkte edhe atraktive edhe të qëndrueshme, veçanërisht për shkakun që në Kosovë mungojnë tregjet e kapitalit. Në vendet e zhvilluara të gjitha produktet që sot i përdorim prej Google, Facebook, produktet e Apple, produktet e Microsoftit, e tjera, janë but mundshme falë ekzistimit të tregjeve financiare, ose tregjeve të kapitalit, ku kanë pas mundësi me shit aksione, me grumbullu kapital për me investu. Në Kosovë kjo nuk ekziston edhe matutje, edhe pse kohët e fundit Banka Qendrore ka qenë duke punu me një dinamizëm të shtumë në krijimin e infrastrukturës ligjore, me një projekt të USAID, mirë po çka ndodhe me USAID e dim edhe ka mbet në atë fazë, nuk e dim sa shpejt do të ecë Kosova me tregjet e kapitalit. Përndryshe në momentin që vjen regulativa për tregjet e kapitalit, secili i ri e re, po jo vetëm, kanë me pas mundësinë që produktet e veta, idetë e veta, të mbështesin me investitor përmes tregjeve të kapitalit. Edhe tani i bujnë, po janë investitor kryesisht individual edhe në një proces të pa rregulluar dhe të pa mbikëqyrur prej autoritetit regulator, që kjo e shton edhe frikën për investitor, edhe nuk e kultivon dijen për ata që marrin investime. Kur jemi këtu, IBAS-i ka 4 licenca në total për pagesa, transfere, kreditdhënie edhe si këshilltar investimeve në instrumente financiare në tregjet e rregulluara të mbikëqyrura. Po kemi mundësi me i ofru klientëve tanë investime, me investu në tregjet e rregulluara të mbikëqyrura, dhe po e bëjmë. Se unë që dashta parës me të pyet, po të një të veç vazhdove, është me nga tregu për IBAS-in edhe me nga tregu për këto produkte që i ofron, a ka pas se kompanitë si IBAS-i, për IBAS-i është e para për llojit të kompanive që operojnë në Ballkanin perëndimor, komplet Ballkan. A ka pas, do të thonë se na e dim se çdo fillim është i vështirë. A ka pas probleme dhe çfarë lloj probleme keni pas prej momentit kur keni filluar me zhvillu kompaninë e IBAS-it, se na e dim që këto kompani ose IBAS-in fillimu kriju për me plotsu një boshllëk që e ka pas sistemi tradicional financiar. E kjo tash fintech-u ka orë një sistem i avancuar që mi mush do bira do kërkesa që janë më të avancuara që ata nuk kanë mujtë me plotsu. A ka pas ose çfarë probleme keni pas prej momentit kur keni filluar me zhvillu IBAS-in? Probleme s'kisha me thënë, po sfida vështirësi po plot. Jashtëzakonisht. Sfida. Po.
Një prej sfidave që edhe ma tutje vazhdon me qenë është tregu në Kosovë edhe në Ballkanin Perëndimor është i orientuar në cash. Ose, me thonë ma mirë, a ka një cënume vetën institucionet financiare, me thonë në atë kohë që ose që operojnë tash, që janë bankat, a ka një vetën cënume për një kompanije si i basi që po vjen. Se tash probleme për tu s'ka pas, por problemet ka mujtë me ardhe prej llojit në prej se na e dina që bankat gjithë dojnë me rujt atë primatin e vetë që e kanë. Po. Nuk kisha me thonë për dy arsye. E para, regulatori është mjaft rigoroz, BCK në këtë rast, është mjaft rigoroz në rregullimin e tregut. Kështu që deshte nëse s'deshte bankat, regulatori e ka leju edhe regulatori e ka fuqinë edhe legitimitetin e imponimit të rregullave që e pranojnë fintechun ose zgjidhjet alternative. E dyta, bankat kanë qenë dhe vazhdojnë me qenë të koncentruar në depozita dhe në kreditdhënie. KPI i bankave është sa kanë asete, jo sa kanë shërbime jo kreditore. Edhe pse bankat e kanë variojnë, dikush 15, dikush 20% tyra prej shërbimeve jo interes që njihen, por të janë të ndërlidhura me klientelën të cilët i kanë financu edhe vazhdojnë me e gjetë një modalitet të kreditdhënies. Për faktin që fintechs nuk janë të koncentruar te kreditdhënia, paska e kanë si aktivitet shtesë, bankat nuk janë një shumë të rrezikuar në këtë kontekst. Por çu thash, tregu jon është i orientuar shumë në cash, pagesa me cash, për shumë arsye. Edhe kjo përbën problem në vetvete për institucionet që ofrojnë zgjidhje digjitale për fshi shërbimin e pagesave. Natyrisht që ka qenë kjo problematike dhe vështirësi. Edhe kjo mandej ndikon në performancën financiare të secilit institucion, të secilit organizat. Mirë po, strategjikisht në IBAS kemi vazhdu edhe me një defensive product që është kreditdhënia dhe financimi, përmes të cilit kemi kriju tyra dhe stabilitet financiar që shërbimi pagesa dhe transfereve me qenë sustainable në treg. Kështu që e kanë plotësu njëna tjetrën, edhe prandaj IBAS vazhdon me qenë stabil në treg, edhe me sjell zgjidhje inovative, qysh e kemi sjell kartelën së fundmi, qysh e kemi sjell mundësinë e transferit. Lem dalon e atë të pyetje. Hajde. E keni sjell se shpesh na pyesin, a ekziston mundësia paret prej exchange-ave, sash po dalën pak për lidhje me ato edhe për çfarë shumë kompanive, po me botën e kriptos. Shumë njerëz ose mundohen me gjetë alternativa, shumica banka nuk e lejojnë me ble kriptovaluta në për exchange-a përmes kartelat tyre bankare. E kanë pas si mundësi, po e kanë nal. Tjetri problem është nashta për shkak që Kosova nuk është pjesë e SEPA-s, që me mujtë mjetet që i ki në valletin, me një vallet të një exchange-it caktum, me i transferu, për shembull me një kartel, tash që ofron IBAS-i. Sulmi IBAS-i e ka ofru si produkt që ti munësh, asetet e tua që i ki në një exchange që është i rregullum, që përfshin, te rregullimi përfshin procesin e KYC, Know Your Customer, për me mi bart mjetet prej Binance, Bybit, ose për exchange-ave tjerë, në llogarinë që ne ki në IBAS. E këmë po që, po tash, unë të folëm edhe më herët, çaj procesi mi kthy në euro, e tani në euro, në fiat, e tani mi pru në llogarinë tonë që ki në IBAS, është pak një parë procesi që mund është dhe me pritu me bo. Çka e nal IBAS-in me mundësu që mja mundësu klientave me i bart mjetet në stables, në llogarinë e tyre në IBAS. Stables si USDT-ja ose USDC-ja që janë, USDC-ja bile është e rregulluar me MiCA regulation. Çka e nal IBAS-in me ofru çto si është shërbim. Mendoj që është rëndësi me sqaruar mas pari çka bën IBAS tash në raport me kriptot, edhe çka ka me bo në raport me to. Aktualisht, kushdo që ka një llogari në një
exchange këmbimore të licencume në Bashkimin Evropian mundet me i çu paret në llogarinë e tij në IBAS. Procesi është i konverton prej kripto në fiat, që është një në fiat, edhe si fiat i nis prej walletit, kripto walletit në walletin e tij në IBAS, edhe me kartelin e IBAS mundet me shku me u shërby me tërheqjet e paras në secilin bankomat në Kosovë ose me realizu pagesa kudo. Në IBAS aktualisht ose deri në licencim nuk mban kriptoasete. Edhe nuk i këmben ato. Mbajtja dhe këmbimi i kriptoaseteve në fiat kryhet prej këmbimore të licencume që shenë Binance. Te këmbimore kryhet procesi që është në blockchain. Prej momentit kur fillon transferi, që aty nuk ka proces domethënë që aty nuk ka më blockchain. Prej aty dalin në SEPA edhe vinë në IBAS. Po, vinë në IBAS. Çka e ndalon IBAS momentalisht me ofru komplet procesin e integruar është mungesa e rregullatивës ligjore për bankës qendrore, e cila së fundmi ka sjellë rregulloren për licencimin e kompanive që nuk kanë institucione financiare. Pra kompanitë që s'janë institucione financiare, tash e kanë mundësinë me marrë licencën në bankën qendrore për me ofru shërbime të këmbimit të valutave kripto, të aseteve kripto në valutën fiat. Sa po BÇK ta sjell rregulativën që këtë mundësi t'ja lejoj edhe institucione financiare, IBAS pretendon me marrë atë licencë, edhe me integru krejt këto exchange të licencume dhe të mbikëqyruna që janë në Bashkimin Evropian, me qenë pjesë e aplikacionit të IBAS, edhe klienti i IBAS nuk ka nevojë më me shku në Binance ose dikon tjetër me i konvertu kriptoasetet në fiat edhe me i nis, por prej aplikacionit të IBAS mundet me i kryt të gjitha shërbimet. Shumë mirë. Do me thonë, na po presëm, ligjin e dina që u miratu, aprovu prej rregulloria është bu, por rregulloria i përjashton institucionet financiare në këtë fazë. Tash ka fillu faza ku kompanit institucionet që janë jo financiare me apliku për operim. Po. Jo do me thonë për pritni me ardhë koha kur edhe institucionet financiare për me apliku për operim edhe të me mujt me i integru edhe kriptot ose edhe stables. A ka në plan i basi me kriju një stablecoin vet, ose një CBDC, ose një lloj se the që e keni fokusin edhe te bota e kriptos edhe blockchainit, si i bas. A ka në plan afatmesëm, se tash besoj që si kompani bën edhe planet 5 vjeçare dhe 10 vjeçare ku keni me konë. Po folin hajde po thojna 10 vjetarshëm. A ka në plan i basi me kriju një, se na shumë stablecoin nuk është ose CBDC me kriju, CBDC ne krijojnë veç shtetet, se ato dalin prej bankës qendrore. Ato janë kontrollume. Po tash i basi me kriju një stable të vetin. Domethënë që kam identifikuar me i basin, anashta Kosova është shumë treg i vogël për këto. Po nashta keni pretendime që me operu edhe në rajon, po edhe brenda Evropës. I bas vizionin edhe punën e përditshme që po e bën me shtimin e shërbimeve të ndryshme financiare, pretendon me qenë një financial hub për të gjitha shërbimet financiare që munden me u ofru prej institucione financiare si që është i bas, dhe i ndërlidhen me institucione financiare të licencume dhe të mbikëqyruna. Për asnjë moment nuk dalim jashtë fushës së rregulluar të mbikëqyrur, për shkakun e sigurisë së klientëve tanë, reputacionit të institucionit të IBAS dhe reputacionit tonë individual. Pra në asnjëherë nuk pretendojmë me hyrë në atë pjesë. Kosova është treg i vogël, mirë po IBAS është duke punu vazhdimisht që ta bëjë lansimin e zgjidhjeve të veta në Britani, në Angli, Britani të Madhe, specifikisht në Londër, edhe në afatmesëm ka synime të qarta dhe plan të detajuar për IPO në London Stock Exchange ose në Nasdaq. Shumë mirë, do të më di në momentin kur vendosim me dalë si IPO. Po punojmë që kjo me kanë mesi ose fundi 2029-ës. Nëse nuk ndikohen planet tona prej faktorëve jashtë kontrollit ton, sigurisht që fundi 2029-ës ose maksimalisht fundi 2029-ës ka me e njoft një unicorn të radhës
ndoshta edhe të parë në shqiptari, varet çka janë të punu edhe tjerë. Shpresojmë. Ju urojmë edhe shumë kujt tjetër ta ndjek njëjtën rrugë ose të na prinë në këtë rrugë. Kemi punu intensivisht dhe po punojmë intensivisht me institucionet e ndryshme ndërkombëtare në këtë drejtim. Për monedën digjitale, veç e përmene, ajo është e drejtë ekskluzive e Bankës Qendrore. Tani Banka Qendrore Evropiane veç është në fazë të avancume, është në proces të testimit të produkteve. Ka pros and cons, po na të gjithë do të me qenë të bindën që siguria e klientëve e të gjithë neve nuk ka me u afektu kur do që shteti vendos me lansu valutën digjitale. E për plane tjera ka dhe plot. Po, unë për shembull jam kundër që me dal prej Bankës Qendrore, me dal një stable ose moneda digjitale, CBDC, për shembull presidentin Trump me legjen dalë këtë sen, që Fedi nuk guxon pa lejen e Kongresit me vendos me prodhu një monedë digjitale në Amerikë. Stablecoin aty për krah, po që janë të ndërtuar në blockchain dhe nuk janë të centralizuar prej Fedit. Do thonë, nesër, nëse ne Banka Qendrore vendos me kriju monedën digjitale, do të thonë automatikisht ka me qenë centralizuar dhe ka me për shkak të kontrollit që do me pas edhe për mi. Po, veç një sendet me pas parasysh, se kam një shpesh herë të thënë me qenë jashtë kontrollit. Me qenë në kontroll të institucionit që është Banka Qendrore. Është në të mirën e përgjithshme. Është në të keqen e atyre që dojnë me bë malverzime. E industria financiare është jashtëzakonisht sensitive në këto kontekste. Përndryshe nuk ka kurrë problem. Malverzimet ndodhin edhe brenda edhe përmes sistemit bankar mundesh me marr punat e malverzimit. Nuk i di çfarë skenare po aludoni, po se ideja e blockchainit fillim, ideja e kriptos kur dal fillim, nuk u dal me idenë që nesër ti me kun u dal me idenë që me kun secili njeri pa varur edhe fundet e veta me kun fundet tyne, jo me pas kërkosh as kontroll, plus ka ofru edhe u kon edhe ideja fillestare me të ofru privatësi, jo ti kërkosh mos me ditë asetet që ti don, ti tash deklaron nëse don, po pronar i vërtetë aseteve tua me kon ti e jo asnjë institucion i mesëm ose intermjetëm, si në këtë rast për shembull që tash parë që unë kam bank, nuk jam në pronari që aty në pareve të mia. Po më jam. Se nesër banka ndodh në thyrje sistemit financiar, banka falimenton, veç ma nal mund nuk më jone me pas çështje që ka për shembull 2008 ka ndodhur në Amerikë. Tash vonë ka ndodhur në Liban. Do të thonë ideja fillestare e krijimit blockchain dhe kriptovalutave ku çka. Dëgjoj. Tash këtu kemi mendime të ndryshme. Paret tua, pasunia jote është pasunia jote të gjithë. E administron një institucion financiar, banka që po përmend këtë rast, kundrejt një tarife të shërbimit. Prandaj zhvillohet konkurrenca që tarifa e shërbimit me qenë sa më e ulët. Përndryshe ekziston fondi i depozitave, fondi i sigurimit të depozitave në Kosovë, e cili i kompenzon aset mbajtësit në institucione financiare. Përveç kësaj, secili institucion financiar e ka për detyrim secilin cent të klientëve vet me e kthy në momentin e rimkëmbjes. Kështu që sa i përket sigurisë, nuk ka asnjë arsye me menu kushdo që në bankat e licencume dhe të mbikëqyrura. Siguria është e mangët. Edhe një çështje tjetër, njerëz shpesh herë në emër të privatësisë dojnë me pas edhe në nivel të sekretit. Tash klient në institucione financiare e kanë privatësinë, sepse institucionet financiare e kanë për detyrim ligjor edhe reputacional me rujt privatësinë e klientëve të vet. Po ajo tani nëse klient në emër të privatësisë pretendojnë me bë diçka sekrete, e ajo sekrete mund të jetë në dëm të publikut, ato nuk e lejojnë institucionet mbikëqyrëse që është Banka Qendrore. Po veç tash po që po marrim shembull pandemin. Ka pas njerëz që nuk kanë dashur me u vaksinu. Edhe shteti ka zgjedhur metoda ndryshme që ka mujt me të sanksionu ty. Njëna prej tyre tash mund me kon nesër kur ka mujt me ndodh ose bllokimi i llogarisë, nesër mund me kon edhe pse i ki është parë digjitale, puna e në monedë digjitale që ka kriju Banka Qendrore, mund me ta blloku.
Nuk po them që s'mund me ndodhë kjo edhe në kripto. Në guxon me bloku, se di çush po e Na mendoni. dina shteti mundet me bëhet gjithçka. Me një me një urdhën që nxjerrët prej prokurorit, për shkak se ti nuk je të respektuar. Ne Po për me shku deri te urdhni i prokurorit janë këto disa procedura. Po çeret tash ai merr si cënim për jonës tonë që ti nuk po pranon mu vaksinu për një që është me shpallë pandemi, ti nuk po do mu vaksinu, edhe mënyra që ai don ty me detyru me bë, është mundet me të blloku për shembull po foli llogarin bankare. Pse se e kanë kontroll çata. Nuk po them që edhe te exchange-at nuk është që kanë kontroll. Se Binance, momenti që ty të ka thonë me bë KYC, edhe Binance ka mundësinë, edhe Bybit, edhe krejt exchange-at që janë të centralizuar, edhe pse funksionojnë në një sistem të decentralizuar, e kanë mundësinë ty me të blloku asetet që i kiti në pronësit tyne. Shtetet demokratike, që është Kosova, nuk marrin asnjë vendime pa qenë në interesin e përgjithshëm, pa qenë në interesin në të mirën e përgjithshme. Rasti i vaksinimit është një kontekst tjetër që nuk përputhet shumë me industrinë financiare. Megjithatë, përballë interesit publik, zgjedhja e individit është e marginalizuar. Nuk mundem unë me thonë e sabotoj ose vaksinimin, ose përfshirjen në shërbimet financiare, në institucione financiare, sepse po më hup mu privatësia. Privatësia e secilit është e garantuar. Sekreti, nëse ai përdoret kundër stabilitetit financiar ose kundër të mirës së përgjithshme, atëherë ai sanksionohet. Edhe rasti me shku deri te prokurori, ka procedurë mbi procedurë, derisa të nxjerr prokurori një vendim të tillë. Nuk mundet as prokurori, as policia hetuese, as kërkush tjetër veç pse ju ka tek ose pse ka qef me aplikun një masë ndalese ndaj një personit që ka pasurinë e tij në një bankë. Nuk ekziston ai model. As ka me ekzistu asnjëherë. Është debat shumë që domethënë mundesh me ndaj deri në sabat dhe me fut, por kemi pas i ka pro edhe kons vetat. Me i pas argumentet përballë, provoj me dhënë argumentin e kundërt dhe të qëndrueshëm. Përndryshe kështu me argumente, se për shembull që the e drejta e individit është i marginalizuar tani, jo e drejta e përgjithshme, nashta ça au po u kon interes publik vaksinimi në gjatë kohës Covidit. Tash hetimet tash i buni të qeveriere amerikane, hetimet qeveritare tani edhe shumë mjek ndryshëm ose shkencëtar ndryshëm që kanë gjetë edhe pasojat që kanë ardhur prej vaksinimit ose au kon e nevojshme, po dalin po thonë që vaksinat që marr për gjatë kohës pandemisë nashta nuk janë kon çash nevojshme, po ose kanë lënë edhe pasoja në njerëz që kanë pas pasoja që thonë ana collateral effect ose side effect e njerëzit. Çata po thonë kjo është mundesh me bë debat gjatë se çka është interes shtetënor, interes publik. Edhe një çaj me pi kundër griprave sot, i ka disa efekte anësore. Por doktori kur e përshkruan çajin, dhe përfitimet janë më të mëdha se efektet anësore. Kështu që edhe prej vaksinimit, përfitimet në rrafshin global kanë qenë më të mëdha se sa ndonjë pasojë që është prodhu. A ka pasoja? Sigurisht që ka pasoja. Pasoja ka edhe qëndrim, pasoja potenciale mund të ketë edhe qëndrimi që jemi ulën. Po. Kështu që pasojat nuk janë absolutisht të menaxhueshme në të gjitha rastet. Përfitimet prej stabilitetit financiar janë më të mëdha se sa dhënia e mundësisë së operimeve sekrete të disa grupeve të interesit. Prandaj edhe aplikohet kontroll, dhe prandaj është super senzitive kjo punë dhe do të më vazhdo me qenë e tillë. Unë qëndroj mas idesë fillestare Satoshit, për çka ka kriju blockchainin, për çka ka kriju Bitcoinin fillim, për çka ka kriju. E keni taku Satoshin që ka kallëzuar të vërtetën e arsyes së? Jo, veç e ka white paper, që në white paper ai tregon arsyeën pse ka kriju Bitcoinin, pse është nevoja për blockchainin. Sa po them është debati i gjon që nashta mas miri dalim në drejtë dhe debatojmë. Na si bas, na po jo jeni institucioni licencuar. Nuk kemë pas kur njëherë ambicje me pas interakcion me institucione ose me forma që janë të licencuara të mbikëqyrura. Normalisht. Ku është Kosova? Qysh ndron Kosova sot ose sistemi financiar në Kosovë në përqafimin e inovacionit digital që është ndodhur sot, edhe
i basi, sa është i gatshëm me ndihmu bankës qendrore dhe institucioneve të Kosovës, ose në formë këshillimit, ose në formë të infrastrukturës, ose në formë të ofrimit të infrastrukturës njerëzore për me zhvillu ose për me përqafu inovacionin digital që ndodh sot në përbot. Kosova qëndron mirë, qëndron jashtëzakonisht mirë, si shtet në sektorin e menaxhimit financiar. Stabiliteti financiar është në nivelet më të larta. Gjashtë shtetet e Ballkanit në grup janë duke bu kapërcimin e madh dhe përfshirjen në SEPA. Shqipëria, Malezi dhe Maqedonia e Veriut veç hënën para disa ditëve. Kosova e ka sjellë legjislacionin për përfshirjen e SEPA. Po është në gjykatë kushtetuese, po tash Është më jam ataku në gjykatë kushtetuese. gjithçka me gjykatë kushtetuese edhe puna e SEPA-s do të më kon mu jap mendim i gjykatës kushtetuese. Nuk është ataku legjislacionin që ka sjellë BÇK-ja, por janë ataku legjislacione tjera që kanë qenë në pakon, si më thënë, në ditën kur janë marrë vendimet edhe në aprovu ato ligje, ndoshta 10-15 nuk i di. Domethënë Kosova nuk ka mujt me hinë që sistemin e SEPA-s për shkak se halo gjendet po lypet halo mendimi i gjykatës kushtetuese. Por nuk lypet për legjislacionin e BÇK-s ku është edhe SEPA. Aty janë disa ligje, nuk e disa ligje, po janë në pako me to. Që janë në pako me to. Edhe nuk ka me dhënë gjykata kushtetuese mendim ose vendim për SEPA, po ka me dhënë për procedurën. Po aprovu, pa jap mendimi për keqat pako të ligjeve. Domethënë nuk nuk mundem jena tu penalizu me antarësim SEPA. Është sakt. Edhe po detyrohem si në rastin e IBAS-it me përdor IBAN në vendi tjetër për çdo transaksionet. Po. Fatkeqësisht është sakt. Shumë burokraci. Domethënë se Evropa shuhet për punë burokracisë, edhe veç po shihet që është shumë rrapa me inovacion, sidomos me Amerikën e me Kinën, për shkak kësaj burokracisë teprume që është që po na përcjellet edhe neve. Që edhe burokracia i ka pasojat e veta, por edhe i ka përfitimet e veta. Kështu që balance. Disa shtete janë ma të shpejta, nuk i kam problemet e atakimit si në rastin konkret, disa dhe i kanë. Kosova e pat fatin kësaj radhe me u ballafaqu me atakimin kushtetues të procedurës për licitacionin edhe jemi ku jemi. Përndryshe edhe në kontekst të dijes, edhe zyrtarët e Bankës Qendrore, por edhe industria qëndron në nivel me shtetet e zhvillume. Ka shkëmbim të dijes në të dy anët, nuk muj me thënë që jemi keq në këtë kontekst në Kosovë. Përkundrazi, ka raste që e bëjnë Kosovën krenare. Na jena të ju afru edhe fundit, për fund edhe një dy pyetje. Je pjesë e shumë bordeve. Po. CEO i disa kompanive. Qysh arrin me majt fokusin, se që thujnë ana dësh me jep hakun se cilës në atë mënyrën e vetë. Edhe lyp energji. Po qysh tha ti, kur është dashnia për keq këto. Qysh po mundet gazi me u gjinë me keq këto angazhime me Gjithsesi fal ekipeve edhe kolegëve bashkëndorëve që i kemi. Domethënë kjo është numër 1. Tani është edhe kompetenca në ndërmarrësi dhe në menaxhment. Funksionojmë me plane, funksionojmë me strategji, me objektiva, plane operative, një numër të madh të rregulloreve të brendshme, ku secili proces ndiqet në kohën e duhur, në mënyrën e duhur, përgjegjësia edhe dhënia e përgjegjësisë është mjaft e shprehur në krejt kompanitë ku jemi. Edhe ja dilet në secilën prej kompanive dhe bordeve ku jam i përfshim, merrem vesh për një plan, për objektiva, për strategji, për proces të raportimeve me ekipet, edhe ekipet vazhdojnë. Në vazhdimsi kemi insistuar me pas point of decisions të decentralizuar. Ai që personi që e ka një përshkrim të detyra, i ka politikat dhe procedurat, e ka planin dhe strategjinë e biznesit, për çfarëdo situatë që ballafaqohet me nevojën për me marrë vendim, ka me marrë vendim në kuadër të atyre normativave, edhe me ecë përpara. Ka instrumente të ndryshëm të stimulimit dhe kultivimit të lojalitetit, të kompenzimeve,
financiare, jo financiare, kështu që janë zotrues të proceseve, pronarë të proceseve, edhe janë të lumtur me punën që e bujnë, edhe na vazhdojmë i përkrahur prej perspektivave të ndryshme, me shumë dashni edhe me vizion. Ti e kon në konferencën e fundit me kompaninë IBAS, edhe ti, na si ekip e dim përkrahjen e tonë të vazhdueshme që ki ndaj kompanisë tonë dhe ndaj çdo punë që e bujmë kompania jonë, kur na vjen përkrahja në institucioni vendor, e kena gjetë përkrahjen të te, kon edhe për sponsorëve kryesor në konferencën e fundit, që kemi mbajtur muajin maj me Binance, vitin ashtu komë si konferenca prapë dhe besojmë që prapë kena me të pas prej sponsorëve tonë, edhe pi përkrahësve të mëdhej, po du prej teje një këshill, se na kena një komunitet të madh. Edhe kena tregu edhe komunitet publik, edhe komunitetin privat, një këshill e jotja për të rit, po edhe për bizneset. Se ti tregove që ju ofron edhe shërbim për me kry kush do me bëu ekspozim në tregje financiare, në investime për shembull në stock market, përmes juve mundën me bëu atë investim apo? Po. Një këshill e jotja edhe për të rit, për me u ekspozu në tregje financiare, në edukim tregje, po edhe për bizneset, ajo kështë këshillu që me diversifiku investimet e tyne edhe në me u ekspozu në tregje financiare, se është një diçka e pashmangshme që për na vjen, tash e kena përveç stock marketit, përveç investimit në arin, ose commodities që janë metalet, e kena edhe investimin në kriptovaluta. Për fond me përmbyll këtë një këshilla jote edhe për të rit, po edhe për biznesin përgjithësi, masi edhe njëri që vjen pi botës biznesit. Po. Me njës të përkrahja, unë e konsideroj si detyrim moral për mu edhe për shumë njerëz që kanë punu e kanë kriju në këtë vend, me i përkrah edhe ata tjertë që krijojnë diçka në këtë vend. Ajo që ju e keni sjell, ndoshta ka edhe tjerë, nuk i di, nuk i kemi pa, po ajo që e keni sjell është një vlerë e shtume në Kosovë. Edukimin për kriptot, përkrahjen e ndryshme, shërbimet e ndryshme në botën e kriptove, e cila ka lind relativisht vonë si mundësi në Kosovë, por ju ja keni nxit dinamikën edhe e keni bë me qenë më prezente në Kosovë. Për çka dhe jam falendërues, mirënjohës edhe i obligum me i përkrah jo veç juve, me theks veçantë juve, por dhe të gjithë tjerat që sjellin vlerë të natyrës së tillë ose të ngjashme në këtë industri ose në industri tjetër. Te diversifikimi, se thëmën e thënë shkenca, duhet me i diversifiku edhe të hyrat edhe rreziqet se cila organizat, edhe mendoj që organizatet e suksesshme e bujnë edhe kanë me vazhdu me bëu ato, është si parakusht për me qenë të suksesshëm. Te investimet, po, na jemi, e thashë edhe më herët, të licencum si këshilltar për investime në tregjet të rregulluara të mbikëqyruna dhe instrumente financiare që janë aksionet, obligacionet, edhe këto commercial receipts. Vazhdimisht i ofrojmë njerëzve këshilla dhe edukim për mundësitë e maksimizimit të aseteve të tyre. Mundësia për me depozitu paratë të tyre në banka ekziston gjithmonë, çmimi është ai që është, mirë po ka dhe mundësi tjera të investimeve ku fitojnë shumë a shumë. Ka raste kur investimet janë edhe më të sigurta, po ka raste kur edhe investimet janë më pak të sigurta, varet krejt për rrezikun që e merr përsipër. Për shembull, ata që kanë investuar në Nvidia kanë pas mundësi me i fitu mbi 50% në vitin që shkoi ose në Microsoft, por ka edhe të atilë që kanë investuar në biznise me rreziqe më të mëdha, ndoshta me pretendim përfitime më të mëdha, por që i kanë humbur gjeta. Edhe në kripto, nëse ka investime më të sigurta në asete që e kanë dëshmuar veten, që janë, ndoshta më thonë për mi 5-6 vjet në treg ose që kanë ofruar produkt tamam, po ka edhe projekte që janë investimi është rreziku është më i lartë i investimit, po edhe mundësia për me fitu më shumë. Është edhe i njëjti sen edhe në kripto. Po. Mes
pyetja e fundit, vjen klienti dhe thot, po du me investu ose në ari, ose në Bitcoin. Këshilla jote, çfarë shkon për klientin? Investon në trezë të rregulluara të mbikëqyruna. Prandaj edhe jemi të licencuar, kështu që nuk dalim për te licencave dhe autorizimeve që i kemi. Faleminderit shumë nga për mundësinë për këtë intervistë. Ke intervistë shumë u kënaq ato e bëu këtë intervistë edhe ke shumë e mirë, shumë e dobishme edhe po vjen shumë mirë që e kena një kompani që thash Made in Kosova që është në gjendje me kriju kaq shumë software ose aplikacione që na sot i përdorim pa problem edhe që është edhe në hap me zhvillimet më të reja, me inovacione më të reja që ndodhin në bankingun digital. E shpresoj që ka me konë dhe kompania e parë shqiptare listume në bursën London ose në Nasdaq. Faleminderit shumë faleminderit edhe nuk kënaqa. Ambient atraktiv, djem e vajza treja, pasionant për me sjellë sene treja, edhe me hi në një fushë ku guximi duhet me qenë shumë i madh dhe që vjen rezultati dijes. Guximi vjen rezultati dijes ose edhe në variantin tjetër i mosdijes, po suksesi nuk vjen prej mosdijes. Me që ju e keni suksesin është një konfirmim që guximi ju i profesional ka ardhur prej dijes. Faleminderit shumë. Edhe juve.